Një audit i kontrollit të lartë të shtetit ngre alarmin për situatën në drejtorinë e përgjithshme të doganave, ku janë zbuluar shkelje të rënda që kanë sjellë humbje të mëdha në buxhetin e shtetit. Sipas raportit për vitin 2024, të ardhurat doganore kanë dështuar të realizohen, ndërsa kontrollet mbi mallrat rezultojnë të dobta, të paplota dhe në disa raste thjesht formale. Dokumente të paplota, mungesë verifikimesh dhe deklarime të pasakta për mallra si karburantet, produktet ushqimore dhe materiale të tjera, kanë sjellë për llogaritje të gabuara të taksave dhe humbje të konsiderueshme financiare. Auditimi zbulon gjithashtu abuzime me përjashtimet nga TVSH-ja, ku autorizimet janë dhënë pa dokumentacion të plot, pa prova konkrete dhe pa kontrolle reale në terren. Dëmi totali për llogaritur arrin në 5.72 miliard lek, ndërsa janë evidentuar edhe humbje të tjera nga gabime në llogaritje dhe vendosje të pasakta të detyrimeve. Probleme serioze janë konstatuar edhe në luftën kundër kontrabandës, ku në shumë raste mungojnë ndëshkimet e plota dhe shkeljet trajtohen me lehtësi, duke dobësuar efektin e ligjit. Shkelje me ndikim të madh financiar janë evidentuar edhe në degët kryesore doganore, ato të Durrësit dhe Rinasit, kryesisht për shkak të klasifikimit të gabuar të mallrave dhe mungesës së kontrollit të plot. Raporti KLSH-s nxjerr në pa një situatë alarmante, ku dobësitë në sistem dhe mungesa e përgjegjshmërisë rrezikojnë drejt për drejt financat publike dhe besimin në institucionet shtetërore.